Në datën 14 mars është eklipsi hënor. Eklipsi do të jetë i dukshëm kudo. Eklipsi hënor i ardhshëm do të dominoj pamjen kozmike. Do të kemi ngjarje të rëndësishme. Do jetë shumë i dukshëm pra në qiell. Do të jetë të dy javë më vonë eklipsi diellor. Do të hapet një derë e madhe dhe pas 2 javësh dera do të mbyllet. Pra përgatituni të lejoni këtë energji fantastike në jetën tuaj dhe të përfitoni sa më shumë duke bërë marrëveshje, duke thyer rregullat e vjetra, duke lënë mbrapa ndoshta ushqimet që ju kanë bërë dëm, shoqëri që ju kanë bërë dëm, veshje që ju kanë bërë dëm, ose mënyra të jetesës në të cilat ju nuk doni më të përfshiheni, pra doni të ndryshoni, dhe do të arrini në një stil të re jetese dhe marrëveshje të reja, duke u mbështetur në përvojat e kaluara me atë që ju fituat. Kjo është një seri eklipsësh dhe ju, do me thënë, hapas hapi keni punuar dhe jeni lodhur, ndoshta keni qenë pa sigurt për projektet tuaja, tashmë do të shikoni rezultatet e punës tuaj të kaluar, ose ndoshta të çështje të projekteve ose shoqëri për disa nga ju. Do të mbështeteni pra në këto përvoja dhe lejoni këto ndryshime në jetën tuaj që janë shumë të mira, ka magji në ajër dhe do të shfrytëzoni sa më shumë këto mundësi që paraqiten. Pra do shikoni tani kush ishte kush, një pamje shumë të madhe. Do shikoni të vërtetën, do shikoni realizimin e situatave në punën tuaj ose në jetën tuaj, personat, çfarë ishin ata, a ishin, do me thonë, a pranoni në jetën tuaj këta njerëz për të bashkëpunuar. Do të shikoni pamjen e vërtet, pra të gjithë përpjekjeve që keni bërë, do shikoni të vërtetën, hapet perdja, pra dhe shikoni të vërtetën tani ka më shumë dritë. Unë ju uroj suksese. Unë do kthehem përsëri t'ju tregoj ngjarje interesante, deri atëherë ju uroj të keni shumë fat.